Gjykata e Tiranës ka lënë në burg Denis Selimdarin dhe ka caktuar masën e sigurisë detyrim paraqitje për vëllain e tij, Kane Selimdarin, pas incidentit të ndodhur 2 ditë më parë, ku të dy akuzohen për goditje ndaj një punonjësi të policisë gjatë shoqërimit në komisariat. Seanca gjyqësore u zhvillua këtë të hënën në masa të rrepta sigurie dhe u drejtua nga gjyqtarja Olketa Lice, e cila miratoi kërkesën e prokurorit të çështjes, Ndini Tavani. Organi i akuzës kërkoi që Denis Selimdari të qëndronte në burg për shkak të veprimeve të dhunshme ndaj policisë, ndërsa për Kane vetëm 18 vjet të aplikojë një masë më e lehtë sigurie. Në seancë u bë ditur se gjatë shoqërimit në ambient të komisariatit dy vëllezërit kishin kundërshtuar me forcë punonjësit e policisë duke dëmtuar derën e dhomës dhe shoqërimin dhe duke thyer kamerën e sigurisë. Për pasojë, ndaj tyre janë ngritur akuza për kundërshtim të punonjësve të policisë dhe shkatërrim të pronës publike. Prokurori Tavani argumentoi se sjellja e të rinjve tregon rrezikshmëri shoqërore, por në rastin e Kenit, mosha e re dhe mungesa e precedenteve penale justifikon masën më të butë të detyrimit për paraqitje. Pas shqyrtimit të provave dhe dëshmive, gjykata pranoi kërkesën e akuzës duke lënë në burg Denis Selimdarin, ndërsa Kane Selimdarin do duhet që të paraqitet periodikisht në polici deri në përfundim të hetimeve.